Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Elona dhe jam 16 vjeç. Deri para një viti jeta ime ishte relativisht normale. Familja jonë nuk ishte perfekte, por gjithmonë ndihesha e sigurt në shtëpi. Kemi pasur probleme si çdo familje tjetër, por ato nuk më kishin shqetësuar shumë. Ishte një jetë e zakonshme, shkolla, shoqet, shtëpia, darka me të gjithë bashkë dhe pa kohë për të lexuar ose për të dëgjuar muzikë në dhomën time. Por kur prindrit e mi vendosën të divorcohen, gjithçka ndryshoi. Fillimisht nuk e kuptoja çfarë po ndodhte. Një ditë shtëpia ishte e qetë, të nesërmen kishte tension dhe ftohtësi. Darkat e zakonshme ku flisnim, qeshnim dhe ndanim histori u zhdukën. Papritmas gjithçka dukej bosh dhe e frikshme. Babi u zhvendos në një apartament tjetër dhe unë mbeta me maman. Fillimisht mendova se gjërat do të përmirësoheshin, por gjetja e një rutine të re ishte më e vështirë se sa e mendoja. Më mungonte prezenca e babit, por edhe marrëdhënia me maman kishte ndryshuar. Ajo ishte gjithmonë e lodhur nga puna dhe nga detyrat e shtëpisë. Nuk flisnim më aq shumë për ndjenjat dhe ndonjëherë ndihesha sikur nuk më kuptonte. Ashtu si ndihej faktikisht çdo adoleshent pas një ndarje të prindërve. Në shkollë gjithçka dukej më e vështirë. Shokët dhe shoqjet e mia nuk e kuptonin plotësisht atë që po më ndodhte. Unë ndjej një vetmi të thellë që nuk mund ta shpreha dot me fjalë. Shpesh rija pas shkollës duke u fshehur në bibliotekë ose duke shkruar në ditar. Ishte vendi im i sigurt ku mund të shpreha frikën, trishtimin dhe ankthin që nuk mund t'i tregoja askujt tjetër. Babai her pas here më vizitonte, por edhe ato takime nuk ishin më të njëjtat. Ndjeja një boshllëk, një distancë që nuk e kuptoja plotësisht. Ai mundohej të bënte biseda të zakonshme, por shpesh ndihej sikur gjithçka që thoshte nuk ishte e mjaftueshme për të mbushur boshllëkun që unë ndjeja brenda meje. Kur largohej, më dukej sikur një pjesë e jetës time po largohej me të. Fillova të kuptoj se edhe mamaja po vuante ndjenjat e saj, por ajo ishte e përqendruar tek puna, shtëpia dhe detyrat e përditshme. Ndonjëherë fliste pak për ndjenjat e saj, por gjithmonë dukej e lodhur dhe e shqetësuar, dhe unë nuk dija si t'i afrohesha pa ndjerë se do ta shqetësoja. Një ditë vendosa të shkruaja gjithë ndjenjat e mia në detar. E mora në dhomë dhe fillova të shkruaj për çdo ndjenjë, sa e vetmuar ndihesha, sa më mungonte babai, sa më dhemte kur shihja mama të lodhur dhe të stresuar, sa frikë kisha për të ardhmen dhe si ndryshoi gjithçka pas divorcit. Çdo fjalë që shkruaja më jepte qetësi. Ishte sikur po flisja me dikë që nuk do të më gjykonte dhe do të më kuptonte çdo ndjesi të vogël që ndjente zemra ime. Një ditë, vendosa të flisja me maman hapur. I tregova se si ndihesha, sa e vetmuar ndihesha dhe sa më mungonte bashkëjetesa e dikurshme me babain. Fillimisht ajo u habit, por më përqafoi dhe më tha se edhe ajo kishte ndjerë boshllëkun dhe trishtimin që po përjetoja unë. Më tha se nuk do të donte të më shihte të vuaja dhe se gjithçka që mund të më bënte të ishe më mirë ajo do ta bënte. Më premtoi se do të përpiqej të kalonte më shumë kohë me mua, të bisedonim dhe të ndanim gjëra që më përjashtoheshin më parë. Nga ajo bisedë kuptova diçka të rëndësishme. Nuk isha vetëm. Edhe pse situata ishte e vështirë, nuk do të përballoja gjithçka vetëm. Fillova të shihja gjërat në një mënyrë më pozitive. Fillova të shkoja në aktivitete jashtë-shkollore, të lexoja më shumë libra, mësoja gjëra të reja dhe përpiqesha të krijoja miq të rinj. Në fillim nuk ishte e lehtë, shumë net ndihesha e humbur, pa motiv dhe ndonjëherë mendoja pse gjërat nuk mund të ishin si më parë. Por me kalimin e kohës, mësova të jem më e fortë. Fillova të kuptoj se ndonjëherë duhet të rritesh dhe të pranosh ndryshimet, edhe kur nuk janë ato që ti do doje. Fëmijët e mi
të tjerë në shkollë nuk e kuptonin plotësisht situatën, por ndonjëherë ndiheshin afër meje dhe kjo më jepte forcë. Fillova të flas më shumë me shoqet dhe shokët, të kërkoj këshilla dhe t'i ndaj ndjenjat. Ndonjëherë, vetëm të qeshura të thjeshta ose biseda të vogla më jepnin ndjenjen se nuk isha e vetmuar. Tashmë edhe pse ndjej ende boshllëkun e divorcit, kam mësuar të jem e fortë. Kam mësuar se është normale të ndjesh dhimbje dhe frikë, por gjithmonë ka mënyra për të vazhduar. E kuptova se të rritesh do të thosh të mësosh të pranosh realitetin, të gjesh forcën brenda vetes dhe të mos humbasësh shpresën. Dhe ndoshta më e rëndësishmja është që pavarësisht ndarjes së prindërve, familja është ende aty, në formën e dashurisë së tyre për mua, që nuk ka ndryshuar kurrë. Dashuria nuk është gjithmonë e dukshme në momentet e përditshme, por ajo ekziston dhe kur mësohesh ta njohësh, edhe dhimbja mund të shndërrohet në forcë.